kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtetet pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi edhe ekzekutivi. Tani, për çfarë jemi të pavarur ne në raport me gjyqësorin? Dhe ku gjyqësori nuk duhet ta imagjinoj se mund të hyjë në territorin ton. Kur them ton, kam parasysh ne sot, të tjerët nesër mbas nesh, por kam parasysh pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv që buron nga i pari, por që është i pavarur edhe ky nga i pari. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Dhe ai pushtet i pavarur prej nesh është pikërisht për të vigjiluar nëse vendimet tona janë vendime të cilat burojnë vetëm nga qëllimet e shpallura. Për të vigjiluar bazuar mbi prova dhe mbi fakte. Jo për të vigjiluar bazuar në vënien në dyshim të çdo vendimi dhe në marrjen e vendimit të pezullimeve si të ishin simite, njerëzit që pezullohen. Dhe këtu nuk kam fare parasysh rastin konkret të qeverisë, kam parasysh një sër drejtuesish të agjensive shtetërore që janë pezulluar pa asnjë arsye. Duke bërë pezullimin e institucionit psikologjikisht në këtë rast, jo se nuk zëvendësohet dot drejtuesi, sepse drejtuesit janë pezulluar, janë zëvendësuar, po kjo histori e goditjes vazhdueshme të burimeve njerëzore të këtij vendi dhe të administratës së këtij vendi, bazuar në të ashtu quajturin në thojza dyshim të arsyeshëm, është një histori me cilën unë personalisht nuk pajtohem dhe ne nuk mund dhe nuk do pajtohemi. Sepse cënohet pikërisht ajo që thash. Territori i pavarësisë kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe territori i të drejtave dhe lirive të njerëzve të cilët duhet të qeverisin dhe të administrojnë punët e këtij vendi. Thënë të gjitha këto, qeverisëm thjesht dhe vetëm adreson boshllëkun mendor të shoqërisë son po doni, që lidhet me faktin se për shkak se fryma e kushtetutës dhe orientimet themelore të kushtetutës nuk mjaftojnë, praktikat e të gjitha vendeve të cilave ne u ngjajmë apo përpiqemi të ngjajmë dhe më shumë nuk mjaftojnë, atëherë duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion. Në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllëk. Kjo është arsyeja pse ne e bëjmë të nen këtë ndryshim. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu si kundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo mas apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë
pavarësinë e sistemit drejtësisë. Jo. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur, sa që një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestoj veten e vet. Se përveç personit prokurorit që ka lëshuar 33 masa arresti, nuk ka mbetur askush pa u arrestuar. Pa filluar gjyqi akoma, arbitraritet total. Dhe fatmirësisht nuk jam unë që i them këto, unë jam thjesht një zë, pasi këto thuen dhe stërthuen nga Këshilli i Europës, nga Komiteti për parandalimin e torturës në Këshillin e Europës, nga raportet e Këshillit të Europës, ku Shqipëria për faqen më të zezë të gjitha atyre që ja kanë vënë këtë njohur, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, po të gjithë kontinentit evropian, rrot më rrot me Rusin për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top. 58% e njerëzve që sot janë mbrapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Sigur dhe një prej tyre të jetë i pafajshëm, ky është një problem. Por besoj që probabiliteti është shumë më i lartë se kaq. Futen në paraburgim dhe harrohen brenda. Kjo nuk është diçka me cilën ne mund të pajtohemi dhe ne nuk do të pajtohemi. Dhe për sa i përket pastaj çështjes së rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Kujt më tregon Gjermanin apo më tregon Danimarkën, i them këtë. Jemi në kushte tërësisht të ndryshme. Në Shqipëri jemi në një fazë revolucionare, transformuese, rrënjësisht, përmbysje të një sistemi të kalbur, të një historie ku tradita ka qenë dhe mbetet problemi më i madh për të ndërtuar një sistem gjyqësor demokratik, sepse është një traditë që shkon në të kundërtën e lirisë dhe natyrisht jemi në kushtet kur duke i dhënë pavarësinë e plot pushtetit gjyqësor, duke ngritur struktura speciale për të luftuar ne që jemi ata të cilët duhet të
qeverisim në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që të jemi të vëmendshëm për të ruajtur pikërisht balancën që në mënyrë të përsëritur rrezikon të prishet nga aventurizmi i një prokurori këtu, i një gjykatësi atje. Kjo nuk mund ndodhi.